Kryegjyshi botror i Bektashinjve, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, u nderua me titullin e lartë Nderi i qarkut të Elbasanit në një ceremoni solemne. Ky vlerësim vjen si mirënjohje për kontributin e tij të çmuar në promovimin e harmonisë, paqes dhe vlerave qytetare. Gjatë fjalës së tij, kryegjyshi u shpreh se ky titull i përket të gjithë klerikëve dhe besimtarëve bektashinj që kanë punuar ndër vite për ruajtjen e traditës dhe identitetit kombëtar. Ai theksoi se ky vlerësim e nxit edhe më shumë për të vazhduar misionin e tij në shërbim të njerëzve dhe ndërtimin e urave të mirë kuptimit. Ky titull që më jepet sot nuk më përket vetëm mua, por është një nderim për gjithë trashëgiminë shpirtërore, për gjithë ata klerik që kanë shërbyer me përsi dhe për gjithë besimtarët që janë mbajtur gjallë këtë rrugë të ndryshme. Siç na mëson Rusia Bektashiane, më kërko madhështinë, mos kërko madhështinë në emër, por në shërbim. Ky vlerësim më forcon edhe më shumë në këtë shërbim, për të qenë pranë njerëzve, për të përhapur dashurinë, për të mbrojtur paqen dhe për ndërtuar ura mirëkuptimi në shoqërinë tonë. Faleminderit nga zemra për këtë nder të madh. Zoti na bekov gjithëve. Amin. Kryebashkiaku i Elbasanit, Gledian Llatja, vlerësoi figurën e Babamondit, duke e cilësuar atë si një simbol të urtësisë dhe dialogut ndërfetar. Sot vlerësojmë Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj. Një nder dhe një trashëgimi shpirtërore dhe kombëtare ka lënë ai deri tani në Shqipëri dhe jam i bindur që do të vazhdojë të kontribuojë dhe ky vlerësim është për të dhe për gjithë komunitetin bektashian. Në emër të bashkisë dhe të gjithë qytetarëve të Elbasanit, ju shpreh mirënjohjen më të thellë për kontributin tuaj të çmuar në ruajtjen dhe zhvillimin e kësaj trashëgimie të vyer. Ju urojmë shëndet, mbarësi dhe vimësi në misionin tuaj fisnik. Faleminderit për gjithçka që keni bërë dhe vazhdoni për kontributin tuaj dhe tonin kombëtar. Kryetarja e Këshillit të Qarkut, Ermira Urupi, theksoi se Babamondi përfaqëson një model të lartë të kulturës së dialogut dhe mbetet një zë i fuqishëm në mbrojtje të paqes dhe mirëkuptimit në shoqërinë tonë. Jemi mbledhur këtu për të nderuar një figurë emri i të cilit lidhet me përkushtimin, urtësinë, harmoninë dhe shërbimin. Një figurë që përmes misionit të tij ka ditur të mbetet pranë njerëzve, pranë vlerave dhe pranë asaj që jep kuptim bashkëjetesës sonë si shoqëri. Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj është një personalitet që nuk përfaqëson vetëm një institucion fetar. Ai përfaqëson një model të lartë qytetarie, një kulturë dialogu, një shembull të rrallë maturie dhe një zë të qëndrueshëm në mbrojtje të paqes, mirëkuptimit dhe dinjitetit njerëzor. Në mbyllje të ceremonisë, Babamondi bëri një thirrje të veçantë për autoritetet vendore që të investojnë në restaurimin e Teqes, Pusi që lahet vet, duke e konsideruar atë si një pasuri shpirtërore dhe historike të rëndësishme për qytetin e Elbasanit.